për mos folur pastaj për elementin që zakonisht ndarjet e bashkive ka qenë në funksion të disa koncepteve, pra të kulturës, të traditës, të hapësirës gjeografike, do të thoja të dokeve, zakoneve, dhe sigurisht këto kanë krijuar një ansambël në të cilët krijohej një bashki, apo qoftë edhe një komunë. Unë po jap dy raste si deputeti i qarkut Elbasanit. Kërkohet të bashkohet Librazhi me Prenjasin, që kanë dy kultura dhe identitete të ndryshme. Kërkohet të bashkohet bashkia Belësh me bashkinë Cerrik, por janë dy entitete ndryshme. Tjetër kulturë ka Dumrea dhe tjetër kulturë ka pjesa e Cerrikut që mbulon zonën e Sulovës. Dhe janë dy zona gjeografike me kultura të ndryshme dhe me tradita të ndryshme. Dhe neve do po kërkojmë të zhdukim totalisht një kulturë duke asimiluar nëpërmjet një kulture tjetër. Nuk mund të ruhet entiteti i një ndarje administrative duke bashkuar me një tjetër dhe duke bërë një bashkim mekanik as pak logjik, dhe aq më tepër që të gjithë janë kundra. Ju e patë edhe reagimin e protestës së Prenjasit, të cilët ishin totalisht kundra. Dhe nuk mund bëhet kjo me mënyrë me dhunë dhe me një bashkim mekanik, sepse në fund të ditës unë mendoj që duke krijuar këtë bashkim të bashkive të tjera dhe duke i asimiluar ato, duke pretenduar që kryeministri në pritshmëritë e veta mendon që mandati tjetër sa më pak bashki të ketë, aq më shumë asimilueshme mund të jetë edhe pjesa e, do të thoja, e linjës politike të djathtas me të majtën, dhe për të fituar akoma më tepër bashki, sepse në logjikën e tij është që pushteti lokal duhet të përqendrohet dhe të koncentrohet vetëm nga Partia Socialiste, duke imponuar më pas, se ne kemi parë që